Në kompleksin e lidhjes shqiptare të Prizrenit sot është organizuar 137 vjetori i kësaj lidhje që ndër shqiptarët konsiderohet projekti më serioz sa i përket pavarësisë së shtetit shqiptar. Lidhja shqiptare e Prizrenit përbën ngjarjen më të rëndësishme deri atëherë të lindjes kombëtare dhe një nga ngjarjet më madhore në historinë e popullit shqiptar. Drejtuesit e lëvizjes kombëtare shqiptare vlerësuan drejt momentin historik për themelimin e kësaj organizate politiko-ushtarake për t'i dalë zot tërësisë së Shqipërisë përballë pretendimeve glabruese e shoveniste të shteteve fqinje të mbështetura nga fuqitë e mëdha dhe njëkohësisht për të luftuar për jetësimin e së drejtës për të formuar shtetin shqiptar në kuadër të perandorisë osmane që do të përmbushte një aspiratë të lidhshme historike të popullit shqiptar, tha kryetari i komunës së Prizrenit Ramadan Muja, i cili njëherë ishte një koqir i këtij manifestimi. Me vendimet e Kongresit të Berlinit dhe të konferencës ambasadorëve 1878-1912-13 u cungua Shqipëria me ato vendime me cilat kombi ynë asnjëherë nuk është pajtuar dhe do të vazhdoj të mos pajtohet. Ne këtë organizat do ta shënojmë, do të respektojmë, do të përkujtojmë me pietet, sepse pikërisht këtu në qytetin e lashtë të Prizrenit u mblodhen burrat e dheut për të marrë vendime të rëndësishme në drejtim të formimit shtetit autonom, fillimisht për të arritur atë pikën e dëshiruar me 28 nëntor 1912 me ngritjen e flamurit kombëtar në Vlorë për shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë. E respektojmë këtë ngjarje të rëndësisë veçantë kombëtare, themelimin e lidhjes shqiptare të Prizrenit, nga se nga kjo gjeneratat e reja nxjerrin dhe do të nxjerrin përvoja për t'i dalur vazhdimisht zot çdo pllëmbëje të tokës shqiptare. Fra Shërdemaj në shënimin e sotëm që mbajti fjalimin për lidhjen shqiptare të Prizrenit për fazën e parë të formimit të shtetit kombëtar, tha se fillet e rilindjes kombëtare shqiptare ishin një rrjedhoje ndryshme ekonomike, shoqërore, politike dhe krijimit të avancimit të një vetëdije kombëtare mbështetur në idetë politike përparimtare të kohës në për cilat kishin kaluar lëvizje të mëdha të fuqishme nacionale të Evropës. Lidhja shqiptare e Prizrenit përbën përpjekjet e para serioze me përmasa mbar shqiptare dhe në rrafshin ndërkombëtar për të zgjedhur çështjen kombëtare duke u bashkuar territoret e veta në një shtet unik, qysh në vitet 1875-1881. Për udhëhecit e lidhjes ishte i papranueshëm mendimi që Shqipëria të mbetej edhe me tej nën perandorinë osmane. Ata nuk e konceptonin autonominë e Shqipërisë si një zgjidhje përfundimtare e çështjes kombëtare shqiptare, por si një zgjidhje përkohshme, si një fazë transitore drejt pavarësisë. Udhëhecit e lidhjes së Prizrenit i referoheshin shembullit të vendeve të Ballkanit që kaluan drejt pavarësisë nëpërmjet një organizimi shtetëror autonom. Në kuvendin e përgjithshëm në Prizren, në fillim u shfaqen 3 rryma ideologjike: revolucionarët, prosultanët dhe patriotët e moderuar. Në korrik të vitit 1878, orvatjet e sultanistëve dështuan. Ilyas Pashdibra së bashku me përkrasit e tij u bashkua me rrymat patriotike, kështu që tani lidhja zyrtarisht u quajt lidhja shqiptare e Prizrenit. Në kuvendin e përgjithshëm u zgjodhen organet më të larta të lidhjes shqiptare, Këshilli i Përgjithshëm ose Këshilli Qendror dhe Komiteti Kombëtar ose Komiteti për Shpëtim Publik, siç e quajnë disa konsuj në raportet e tyre. Ky manifestim të boj shumë qytetar, intelektual, poet nga gjithë hapësirat shqiptare.